Territori i Kosovës për datën 18 maj do të karakterizohet nga moti i kthjellët, me diell gjatë gjithë ditës dhe ndonjë vranësirë kalimtare në relievet lindore. Temperaturat do të mbeten të larta për këtë periudhë. Temperatura minimale do të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 5 deri në 10 metër për sekond dhe në disa lugina deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 7 deri në 21 gradë Celsius, Podujev 7 deri në 20 gradë, Skënderaj 7 deri në 20 gradë Celsius, Pej 8 deri në 22 gradë, Prishtinë 7 deri në 22 gradë Celsius, Gjakov 9 deri në 22 gradë, Malishev 8 deri në 21 gradë, Gjilan 7 deri në 21 gradë, Ferizaj 7 deri në 21 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 20 gradë Celsius, Suharek 9 deri në 21 gradë Celsius, Prizren 9 deri në 22 gradë Celsius.